Për disa ditësh në lindjen e mesme po zhvillojnë luftime shumë të ashpra dhe si pasojë e shpalljes së luftës nga Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit. Për të folur mbi gjendjen se çfarë po ndodh realisht në lindjen e mesme dhe në çfarë gjendje janë luftimet atje, kam të ftuar në një lidhje direkte generalin Det Prenga. Zoti Prenga, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. General, si e keni parë nisjen e kësaj lufte dhe çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Unë mendoj që faza 2 e operacioneve luftarake Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit nga një anë kundra Iranit, nisur nga fakti që do ta quajë fazën e parë goditet edhe lufta 12 ditore e vitit të kaluar qershor dhe një goditje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës realizuar ndaj Iranit. Ndodhi për faktin që nuk u arrit dot mes palëve në bisedimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit me ndërmjetësimin e Omanit, nuk u arrit dot një përfundim që të kishte një marrëveshje mbi bazën e kërkesave të paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto kushte, detyrimisht që nuk kishte rrugdalje tjetër, ishte e pashmangshme pasi palët nuk erdhen në pikën e kontaktit për të ulur në tavolinë e bisedimit pa ndërmjetësim apo me ndërmjetësim, për të patur një marrëveshje për sa i përket kërkesës kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që lidhej me programin bërthamor. Por gjatë rrugës në bisedime u paraqiten edhe kërkesa të tjera nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç ishte asgjësimi dhe mos zhvillimi i raketave të ndryshme dhe të tipeve të llojeve raketave balistike, si dhe njëkohësisht të ndërpritësh menjëherë mbështetja që Irani u ka dhënë proksive të tyre, që në ata quhen organizata shërimtare, kurse nga një pjesë e mirë e botës quhen organizata terroriste, siç tashmë njihen nga e gjithë bota, që janë Hamasi, Hezbollahu dhe Houthit. Kjo ishte, mendoj unë, arsyeja madhore që me datën 28, ose si sot para 9 ditësh, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërmerrin operacionin luftarak ndaj Iranit me goditje nga ajri dhe nga deti. Natyrisht, gjatë gjithë kohës ka vazhduar me intensitet goditet kryesisht nga ajri dhe deti, por e pa përjashtuar edhe reagimin që ndryshe nga viti i kaluar, do thosha që Irani ka qenë i përgatitur për të reaguar nëpërmjet goditjes me raketa balistike, sidomos Izraelit që e ka pas dhe e ka deklaruar të parin, por edhe me dronët. Këtu ndoshta e pa parashikuar dhe pa pritur ka qenë goditja që ata kanë dhënë edhe tek vendet e lindjes së mesme, të cilët kanë patur partneritet, kanë patur zhvillim të mirë të marrëdhënieve, duke u justifikuar ose më saktë duke thënë që ne po godasim të gjitha bazat amerikane në rajon. Gjithsesi, do thosha në një analizë apo një shikim me mendje të kthjellë dhe të qetë, do thosha që ka rënë për herë të parë miti i sigurisë, do thosha, që lidhet me goditjen e disa hershme të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe në Dubai, pasi ka qenë quajtur paktën për shumë kohë vendi më i sigurt në botë. General, në fakt nuk kemi ende statistikat sakta, megjithatë duket se disa goditje të Iranit kanë dhënë, po themi, disa sinjale që ndoshta Irani nuk u mor seriozisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, pasur parasysh këtu disa shpërthime që kanë ndodhur në Kuvajt, ato çfarë përmendët dhe ju lidhur me sigurinë tashmë në vendet arabe, në Emiratet e Bashkuara, në Dubai apo dhe në vende të tjera. A mendoni që duhet ishte ndërtuar një strategji më e mirë luftarake nga Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë ndoshta edhe një, po themi, parambrojtje ndaj këtyre vendeve arabe, për të cilat le të themi që deri tani kanë qenë një mbështetje e fortë e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Në përgjigje do thosha që është tepër e vështirë për të mos thënë e pamundur që kur futesh në një konflikt, cili do qoftë ai apo në një luftë, sido që kundërshtari të jetë i pa përgatitur apo jo në nivelin
e palës tjetër që lufton ose sulmon, është e pamundur që të mos ketë një efekt, do thosha, edhe sado masa mbrojtëse dhe sado që të parashikohet nëpërmjet zbulimit të hershëm apo strukturave inteligjente që janë në terren, është, do thosha, e pamundur, është një lloj, si mund të themi ne, të llogarisësh një pjesëmarrje apo një konflikt apo një luftë, pjesëmarrje në trupave, cilat do qofshin ato ajrore, detare apo qoftë dhe toksore, përfshir edhe elemente të tjerë të zbulimit, do thosha është e pamundur që të planifikosh pa humbje. Kjo do të jetë diçka që amerikanët edhe Izraeli e kanë planifikuar, e kanë programuar, por në këto kushte edhe Izraeli, që po marr një shembull nëpërmjet Iron Dome dhe Iron Beam që e vu në këtë, si thoshe, agresion e vendosi për herë të parë në punë, në aktivitet, do thosha që edhe ata në planifikimin që është bërë që do të përballojë deri në 90% të goditjeve të kundërshtarit nga ajri, por 10% janë më së mjaftueshme për të shkaktuar dëme në të gjithë infrastrukturën, pa përjashtuar asnjë lloj objekte, ato që përfshihen kryesisht synimi i tyre është tek objekte të rëndësisë së veçantë. Kështu që në këto kushte jam i bindur që me gjithë masat e marra dhe parashikimit që kanë bërë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe Izraeli, por dhe vendet të cilat kanë bazat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë të qartë se do të ketë goditje, do të kishte goditje dhe do të ketë dëme, do thosha, si në jetë njerëzish që do të rrezikohen e do të humbasen ashtu edhe në infrastrukturë kritike të çdo vendi, pa llogaritur këtu dëmet dhe bilancin ekonomik që ai mbetet për të bërë pasi të vendoset armpushimi dhe do të ketë një marrëveshje nëse do të arrihet, shpresojmë, shpejt. Duke pasur parasysh që kanë kaluar 10 ditë nga bombardimet e shumta të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, mendoni që forca e Iranit dhe raketat që ajo posedon janë ende të shumta apo municionet e saj janë drejt përfundimit? Është tepër e vështirë për të bërë një analizë reale dhe për të dhënë shifra të sakta, por duke marrë në konsiderat luftën mes Izraelit dhe Iranit 12 ditore dhe sasinë e hedhjes së raketave në njësinë e kohës, par e bërë krahasimi me atë çfarë është realizuar vitin e kaluar, mendoj se raketa akoma ka, Irani do të ketë, mund llogaritën që në këto 10 ditë mundet nga zgjedhësimet që janë bërë dhe nga hedhja e tyre përdorimi që ka bërë vetë Irani, mundet të ketë konsumuar nga 30 deri në 50% të sasisë së tyre që ka patur në për një llogaritë të përsaktë, të jo të saktë, do thosha. Por kjo nuk është shumë e rëndësishme se rreth 87% të sistemeve të lëshimit të raketave janë tashmë asgjësuar dhe në një farë mënyrë do thosha që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhe mbajnë pothuajse gjithë kontrollin e hapësirës ajrore iraniane. Në këto kushte, vetëm shtratet e lëshimit të vendosura nën tokë, pra në ato nën toksore, që akoma vazhdojnë të mos jenë asgjësuar, sepse një raket pa shtratin e lëshimit të saj është e vdekur, sepse nuk mundet të realizohet hedhja e saj. Kështu që në këto kushte, rreth 87% jo komplet diapozitiv ushtarak i shtrateve të lëshimit parashikohet të jetë goditur dhe shkatruar. Tashmë edhe ato sistemeve nëntoksore, për sa kohë vëzhgimin e hapësirës, kontrollin e hapësirës ajrore të Iranit pretendohet që e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, kam bindjen që nuk do të vazhdojë goditja vetëm me raketa, cilat do qofshin ato të lëshuara nga deti, nga marina apo nga ajri, por do të jenë edhe bombat e kalibrit të lartë, të cilat transportohen me avion strategjik B2 B1, dhe kjo do të jetë ajo që do të krijojë edhe mundësinë e goditjes sapo të zbulohen, ato vetë zbulojnë vetveten në një farë mënyrë, sepse sapo krijohet mundësia në sistemin nëntoksor tunelizuar që të hidhet raketa, atëherë ajo e ka zbuluar veten dhe bëhet objekt i goditjes nga sistemet bombave që hidhen nga ajri nëpërmjet aviacionit apo ato që lëshohen nga marina amerikane nëpërmjet
luftanijeve apo 2 aeroplan mbajtëse të afruar në distancën e nevojshme për të realizuar për të goditur e asgjësuar këto shtrate lëshimi. Kurse për sa i përket dronëve që kamikaz, që janë tashmë vërtet janë bërë e kanë qenë të rrezikshëm sepse ky prodhim është përdorur edhe nga Rusia në luftën Rusi-Ukrainë, do të thotë që do të vazhdojnë të jenë kërcënues dhe të rrezikshëm, por jo në nivelin e raketave balistike. Përfshi distancën, por edhe dëmet dhe efektet që ato shkaktojnë. General, a ishte e vërtet, arsye e vërtet, po themi, bomba bërthamore dhe raketat balistike, pse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iran dhe Izraeli sulmon Iranin? Kjo është një temë relativisht e gjerë dhe e pazbuluar, sepse arsyet të paktën që janë dhënë në mënyrë e në rrugë zyrtare si nga Izraeli, ashtu dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është programi bërthamor. Ai ka qenë gjatë gjithë kohës programi bërthamor. Pa çka se ata në 2016 inspektorët që kanë qenë të bërin kontrollin edhe raportimin dhe Kombeve të Bashkuara në Iran, këtë lloj marrëveshje e kanë prishur vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra e kanë zhbërë. Kështu që në paraqitjen e parë, kjo është ajo që i besojmë ne qytetarët dhe çfarë botës i serviret. Pra ne duke u referuar atyre qëndrimeve zyrtare dhe deklaratave të tilla, themi që është kjo. Pastaj po të kthehemi në retrospektivë dhe në problemet për të diskutuar në më hollësisht e të mënyrë të detajuar, do thosha që ka edhe arsye të tjera të cilat lidhen me të shkuarën, me historinë, me të sotmen dhe të ardhmen, por mbi të gjitha me aspektin ekonomik. General, si e parashikoni fundin e kësaj lufte dhe sa mund zgjas? Është tepër e vështirë për të dhënë opinione të sakta apo mendime fundore për sa i përket kohëzgjatjes një dhe përfundimit se cili do të jetë. Unë mendoj që nisur nga shumë arsye, por mbi të gjitha edhe rezervat dhe shpenzimet kolosale në 24 orë që ndodhen si nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ashtu edhe për Izraelin, mendoj se kohëzgjatja do të jetë e kufizuar me javë, muaj, nuk besoj se do të jetë me shumë muaj, pra maksimalja mund të shkojë këtë 2 muajshi dhe marrë në konsiderat këtu jo vetëm rezervat, por marrë në konsiderat edhe pozicionin dhe gjithë ato furnizime dhe tregtia botërore që në një farë mënyrë gazi dhe nafta janë ato të cilët e çojnë ekonominë botërore në një, si mund themi, në një kolaps ose për të thënë ndryshe në një recension, dhe këtu janë mbi 20% e gjithë rezervave që furnizohen jo pak. Por po të marrim një krahasim, pra mbi 90% e këtij 20%-shi vete në Japoni, në Kinë, në Kore, kështu që kam bindje pa fol për vendet e tjera se të gjitha janë të destinuara, sa aty nuk është vetëm nafta e gazi i Iranit, po aty janë shumë vendet e tjera, ata prodhuesit më të mëdhenj që furnizojnë rreth 20% të botës të vendeve në këtë glob, dhe detyrimisht që nuk besoj se kanë rezerva kaq shumë sa ata të rezistojnë dhe të mos bien në depresion ekonomik, do thosha. Kështu që të gjitha faktor marrë në konsiderat, kam një bindje që do të jetë arsye e bollshme, e mjaftueshme që të rishikojnë qëndrimet e tyre për ta mbyllur këtë luftë sa më shpejt tjetër mundur. Fundi i luftës dhe çfarë do të shkaktojë, kam bindjen që kjo ngelet për të parë se çfarë palët do të ndërmarrin, por që shpresoj që do të ngelen të dorën e iranianëve vetë për të vendosur, sepse nuk mundet që të importosh nga jashtë lirinë apo demokracinë e një vendi, aq më tepër të një vendi që në rajon ka qenë ashtë do të mbetet lider, pa folur për të shkuarën historike që është për të vlerësuar. Në këto kushte, aty
brenda për brenda pra, por unë them mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit dhe mes Iranit mund të jetë shpejt fundi i ndërpresëve primeve operacioneve luftarake për të ulur në një tavolinë për një marrëveshje, por në qoftë se do të vazhdohet me trupa toksore siç po flitet dhe mund të ketë diçka që lëvizet për të aktivizuar kryesisht ata që janë të vendosur, si mund themi, kurdët që janë të vendosur në Irak, Siri dhe në Turqi, kjo do të përbëjë, ata kanë qenë të përgatitur, janë përdorur edhe në konfliktet e tjera në këtë rajon, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por marrë në konsiderat që Irani vetë përbëhet nga rreth 20 e më tepër etnitete të ndryshme, të cilat do të kërkojnë të marrin atë çfarë ata mendojnë se ju takon. E në këto kushte base përbën një fazë, një moment kritik se si do të reagohet. Do të reagohet vërtet me trupa të cilat do të fillojnë të përplasën, duke u mbështetur pa çka se zyrtarisht Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë pranuar që ne po mbështesim ata që janë të revoltuar në këto entitete, kryesisht janë kurdët, por ata thonë ne kemi objektivat tona dhe do të luftojmë për të arritur objektivat tona, që lidhen kryesisht me programin bërthamor, me shkatrimin e raketave balistike, me shkatrimin e flotës detare iraniane dhe me ndërprerjen e shkëputjen përfundimisht ndërprerjen e mundësisë për mbështetje të këtyre strukturave që janë quajtur tashmë terroriste. Gjithsesi, në prapasken jam i bindur që ata do t'i mbështesin, i kanë armatosur, do t'i mbështesin edhe në operacione luftarake, nëse ata do të vendosin që vërtet të mobilizohen, të organizohen dhe të futen në territorin e Iranit për të vepruar kundra regjimit, do thosha. Natyrisht, regjimi ka dy struktura ndryshe nga forcat e armatosura, pra e kanë të ndarë garda revolucionare një dhe policia që quhet e zbatimit të ligjit në Iran. Këto të dy janë strukturat, si mund të themi, zbatuesit e përpik të urdhave dhe udhëzimeve të regjimit të ajetullahëve në Iran. Nuk e di se si do të shkojë, është tepër delikate dhe e vështirë për të dhënë përfundime e për të dhënë mendime e aq më tepër atyre që u përket vendime që do të marrin në vazhdim më sipër. Ndoshta nëse do të futen në luftë toksore, pra, atëherë këtu ka rrezik nëse nuk do të dalë dikush të marrë situatën në dorë nga brenda, flas gjithmonë, ka rrezik që të përfundojë në një luftë civile që do të jetë me pasoja katastrofale për Iranin, por do të ketë ndikimin e vet edhe në rajon. General, mediat kanë raportuar ditën e sotme se ka pasur një vendim lidhur me se kush do ta udhëheqë Iranin dhe duket se djali Ali Khamenei do të jetë pasojësi i tij. Çfarë ndikimi do ketë ky vendim dhe a besoni që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do pajtohen me liderin e ri? Unë mendoj që ata nëpërmjet deklaratave që kanë dhënë kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës deri edhe presidenti Donald Trump, ata nuk janë, jo vetëm nuk janë të kënaqur, por jam i bindur që do të vazhdojnë të rrisin intensitetin e goditjeve për të mund të asgjësuar e shkatruar leadershipin fetar, do thosha, ose të Shtetit Islamik të Iranit, deri në momentin që do të vijë në drejtim, apo ata do të dinë të zgjedhin një person i cili të marrë Iranin në drejtim dhe të jetë i pranueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se nëse do të ndrohet një person, po në të njëjtën karrige, në të njëjtin, si mund themi, model drejtimi të Iranit, atëherë detyrimisht që nuk kanë se si ndërpriten operacionet luftarake, për sa kohë nuk janë arritur objektivat që shkaktuan nisjen e kësaj lufte. Kështu që në këto kushte cili do që të zgjidhet, edhe ata kanë bindje që do të kishin patur mundësi, por reflektojnë në pjesën e brendshme leadershipi iranian. Unë mendoj se po reflekton dhe po mendohet mirë se si do të vendos për të zgjedhur liderin e tyre që të mos ketë vazhdimsi
të linjës qeverisëse, asaj që quhet regjim, dhe kjo pastaj do të jetë me pasoja të rënda sepse do të vazhdojë me tutje edhe goditjet dhe nuk do ta lënë me kaq. General, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe çdo të mirë jure.